Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin mi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin e rum, nësot këtë hutbe do ta fillem me një hadith të pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam, që shënohet në koleksionin e Imam Tirmidhiut, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë: nëse ndonjëri prej jush i vin ndokush tjetër që t'i kërkoje vajzën e tij për martesë, nëse është me fe të mirë dhe me moral të mirë, thot le t'ja jep, sepse nëse nuk vepron këtë mënyrë, në tokë do të përhapet thot fitnë dhe fesat, do të përhapet shkatrimi. Duke lexuar këtë hadith pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili i mëson prindërit që fëmijëve të tyne mos ja u vënojnë martesën. Nga ana tjetër tek ne në shumë raste veprohet e kundërta. Dhe shohëm fatkeqësisht plot të cilët ndoshta kanë arrit moshën 30 vjeçare, ndoshta kanë arrit moshën 40 vjeçare, ndoshta edhe më tepër, edhe ende nuk kanë mundësi të gjejnë një person me cilin të kaloje jetën, a vetë se shumica jetës edhe i shkoj. E gjematin dërshëm pejgamberi a.s. nuk e lejonte që në popullatën e ti, në umetin e ti të përhapët kalugjerizmi. Dhe tha pejgamberi a.s. la rahbanijet e fil islam, nuk ka kalugjer në islam. Krishterët e kanë qitë pimendës vetë kalugjerizmi. Ata e kanë qitë pimendës dhe me këse nëse rrinë pa martu, i e maj mirë të zoti. Jo. Pejgamberi on a.s. ka qenë njeri maj mirë ruzlin toksor, ama ka qenë i martu. Ka shumë raste ku dëni herë edhe unë mundohëm të bosh sebeb hajt për ti bo qift, si thonë, dy persona, edhe shese një vajzë për shembull ka mbri moshën mbi 30 vjeçare, edhe shkon edhe i thot një person i mirë, një musliman i mirë është e t'lyp, si e shë këtë punë? Jo, nuk më pëlqen. Po ti deri në këtë moshë, nëse s'ka pëlqy, mendon se tash ma andej dhe të vije dhe një Brad Pitt e dhe një Leonardo DiCaprio dhe të lype. Jo, mëso mendon se dhe të vije gjdo vjetë të evonuti, vetë se shkojnë të ra shanset që ti të mashdonit mirë. I shonë disa vende prindrit bëjnë dhe thot pengesat e martese e fëmijëve tyne. E rejo është si 30 vjetë, nuk o mo e reje. E rejo është 15 vjetë, e rejo është 17 vjetë, ama jo 30. Kështu që duhet xhamat do bot kuptimet i hekëm. Po ashtu një prej arsyeve tjera pse i vonojnë martesat, e kemi bënë në shqiptarët një kajde rendi. Në këtë punët i kina parën, që këtu nga pas kam bet rendi, se martoju në gjallin e dit para të parit. Po i pari pse s'martohet, çfarë problemi ka? Shko shive njerë çfarë problemi ka i pari që s'martohet. Po që s'do të martohet? Hani pse ja hub vjetët këtit dytit? Ki dytja e ka gjetë, po. Ki që 3 vjetë hecen me dikandi, po pse e le vladin të trien haram? Pse e le vladin të shkojnë haram? Po martoje dytin, i pari s'u ka martu, qka se s'u ka martu i pari? Martoje dytin, martoje tretin, e gjema që kështu ne i qëmë zingjir problemet. Ne u ka ngatru të i pari, tash neset pari që kemi ngatru, tash edhe dytit automatikisht di ngatrohet. E di ngatrohet pas ta edhe tretit, për çfarë? Se prindi e pas kanë dikundi këtë muhabet, zboj ka ta prishish rendin. Cilin rend? Kush e ka vuat rend? Mo asha i rend kuran dikundi. Mo asha i rend në hadithet dikundi. Mo asha i rend në di liq dikundi. Kërkundi so a i liq? A i liq në trunin e disa njerëzive. Njerëzit e kanë qipi trunit vetë. E tash ne për trunin e dikujt, pikpyqje para 200 vjetëve kush e ka qipi mende, edhe a i mende na e ka pas saglama, jo se ne këthejmë ta bëjmë analizë. E tash për fjallën e dikujt para 200 vjetëve ne hekim sot. Po pse e mërë në qafë e vladin? Pse e vladin që ja hupën vjetin? Se martoju në ditin para se me martu të parin. Kush ka thonë? Ose të disa qirë nuk e martoj vajzën para se ta martu djalin. Ose se martoj djalin para se ta martoj vajzën. Pse i bëjmë këto rende gjemaat? Ku i qesim këto ligje që nuk shkrujnë asë në Kuran, asë në hadithe? Pse qesim gjana prej mende e i bëjmë problem vetëm vetit tonë? Vetëm që randojmë veti, sikur krishterët të cilët e randun vetin, krishterët e randun vetin, pse sa ata e kishin të leju me martesën, çka bon? Janë ndalun vetit vetë.
E kur janë ndalun vetit vetë martesën, tash nuk martohen priftët, ka ona tjetër për ditë ju dalin lajme të çuditshme se çka kanë bo bile edhe me fëmijë, se me tjetër se. Edhe me fëmijë pedofilia na përkisha të u përhap. Pse sa ja ka ndalu vetës një gjë që Allahu ja ka leju. E xhamat, nëse ne e ndalojmë një sen që Allahu e ka bo halal, ne vetëm se e randojmë ma shumë problemet për ne. Ne vetëm se e randojmë vetin. Pse e randojmë vetin kur Allahu s'ka randu? Allahu ta kalon derën qelë. Pse va hub e vladit vjetët? Pse i merr në qafë e vladit? Kështu që xhamat, këtë rend, ki rend nuk është edhe një rend që duhet ta mbajmë. Në traditët është mirë të respektojmë, ama traditët e mira. Një tradit që ta ngaton sistemi shoqëror nuk është tradit e mirë. Po e kam bo për para. Po, oni tash ne nuk jetojmë në vitin 1800, 2026. Ajo nuk ka kon as fe, as kur gjanë. Ka e kanë qitë, nuk e di ka e kanë qitë. E tash ne nuk duhet t'i zgjatim ato traditet e këshia, t'i marëm qafe vladët tonë. Shu që xhamat, të marim këshill nga ky hadithi pejgamberit alayhis salam, që thotë se kur të vijë dikush të cilin ju e pëlqeni fejnë ati, e pëlqeni se ka moralin e mirë, thot jepnja, thot vajzën për martes, e mos e bojni dhe thot zhvatje, mos e bojni thot anulimin e asaj, se për këtë Allahu Gjeleshanu do boje që të paraqitë në mesin e njerëzve fesade dhe fitne të ndryshme. Dhe xhamat, ku ka ma shumë fitne kur të vonohet martesa, ai pastaj shkohet beren zina. A ma mirë t'ja prishish rendin që ta martësh dytin para të parit, apo ai dyti të shkohet bjerën zina, cila është më e mirë? Nëse e ke martu në halal dhe kur gjon s'ke problem as para Zotit as para njerëzve. Ama nëse ti duke ja vonu martesën bohesh sebeb që çaj e vladi jo të bjerën zina, ai e ka gjunahin, ama edhe ti si babe ke gjuna që ja vonon martesën. Prandaj xhamat, kjo punë duhet të merret seriozisht, mos i vendojmë ligje vetvetes që Zoti s'na i ka vënë, edhe të jetojmë në atë mënyrë që Allahu që se i knaqet, jo njerëzit, se njerëzit së ni ka po kërkush të knaqet, as ne së ni bëjmë, kështu që xhamat të mundohemi të jemi çdo herë në jetën tonë duke tentu të arrim kënaqësinë e Zotit, dhe në këtë mënyrë Allahu xhaleshanuhu na shlon bereqet. A nëse ne mundohemi të çesim kanune dhe ligje prej mendës tonë, duke ja randu vetvetes, kjo vetëm se ka të në vështirësoje, siç vu vështirësu ben Israilve, kur në kohën e Musës a.s. Allahu Gjeleshanu tha, pritnja tha një lop, edhe me mishin e saj, bini tha atit vdekurit dë ngjallët. Ato nuk shkon më njëherë ta marrin një lop, cilën dojshin do mundshin ta marrin. Po çka bon? Bon pyetje, çfarë lope? E atër Zoti nisit va vështirësoj. Po ajo lop nuk është as shumë e vjetër, as shumë e re. Po nuk u mjafton me këtë? Bon pyetje, po çfarë ngjyre? E tash Allahu va vështirësoj edhe te ngjyra derisa shkuan shumë pagujtën për ta gjetë qatë lop. A kishin mundësi me të parën shumë thjesht ta gjejnë. Ama nisën të bëjmë pyetje, që arrandojnë vetvetes, e sa ma shumë ata që bëjshin pyetje, Allahu hala ma shumë va vështirësojte. E xhamat, edhe ne të qitë kanunet reja, Allahu sa ma shumë në e vështirëson jetën. E s'duhet ta vështirësoj me durët e tona jetën tonë, po Allahu ka dhënë do thot derë të qeta, e ato derë që ne ka qelë Allahu, nuk duhet shkojmë të mshelim. Allahu inshallah na bëhet mundshme që evladët tonë çdo herë t'i vendojmë në vendet të duhura, t'i martojmë me njerëzit të duhur që kanë fenë e mirë, që kanë moralin e mirë, e inshallah Allahu Teala të jep bereqet në martesat e trive tonë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.